Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Hani, pini dhe mos e teproni. Kulu washrabu wala tusrifu. Kjo është një këshill më e mirë nga ana e krijuesit, i cili pasi që na ka krijuar, na ka mësuar dhe si të jetojmë të shëndetshëm. Nga ushqimet e tepërta, ushqimet jo të shëndetshme, ne arrim deri tek smundjet. Prandaj, smundjet, sipas shkencës dhe teologjisë, për smundjet tona nuk është shkaktar Zoti, sepse Zoti nuk e dërgon smundjen, por pas kësaj sprove që ti e kalon përmes smundjes, Zoti ta dërgon shërimin. Sepse po t'ja kish dërguar Zoti dikujt një fëmijë me tmeta, e mua jo, kjo kishte me qenë e padrejtë. Po atëherë pse lindin fëmijët me tmeta? Apo pse njerëzit smuhen? Njerëzit smuhen sepse nuk kanë kujdes me fjalën, me këshillën e krijuesit. Mos pini alkoholin, mos e hani mishin e derrit, mos e pini gjakun e kafshës, mos e hani gjahun, kafshën, pra lopën, viçin, këto mishrat, e ngordhura. Tash na sa po e dim si po i mbysin ato kafshë, pastaj po i therrin e tjera e tjera. Por shtohet pyetja, po pse? Okej, për të rriturit. Domethënë ne e krijojmë smundjen, jo Zoti. Po çka në pyetja atë, pse fëmijët lindin me tmeta ose me zhvillim të mangshëm, të zhvillim të vonuar? Edhe kjo i ka përgjigje. Në vitin 1999, edhe 2000 fëmijët që kanë lind, sipas statistikave në Ministri të Shëndetësisë, këto vite 20% i fëmijëve ka lind me zhvillim të vonshëm. Dikush një zhvillim për arsye se nënat kanë qenë të stresuara, kanë qenë të friksuara. Pra, prapë nuk është shkaktar Zoti, po është shkaktar rrethonat. Rinia me përdorimin e medikamenteve të ndryshme, për epshet e tyre, ata nuk kanë kontroll dhe lindin një fëmijë hiperaktiv apo ku ta di unë. Por mund të jetë edhe çështje e vaksinimit, sepse mjeku, farmaceuti i cili e ka krijuar vaksinën, në vitet e fundit të jetës ka thënë, unë kurrë nuk ja kam dhënë vaksinën fëmijëve të mi, nga se i ka ditë pasojat e asaj. Prandaj të nderuar miq, nëse një fëmijë metet me tmeta për shkak të temperaturës, për shkak vaksinës, mos ja qitni fajin Zotit. Por Zoti juve ju do, sepse ai juve ju sprovon sa ju keni me dhënë mundin e juj maksimum për një fëmijë, për ta shëndoshur, dhe më në fund Zoti do të bëj mrekullim me juve. Dikush edhe më keq thot, jo, po që prej gjenetikës, gjeneza, paraardhësi e tij ka qenë kështu. Jo, nuk ka, nuk nifet paraardhësi i tij gjyshi stër gjyshi pas ka qenë me një smuje. Sepse gjeneza e Ademit dhe Havës i kanë pas 70 fëmijë, ka 2 fëmijë kanë lind, pra 70 lindje ka 2 fëmijë, 140 fëmijë. As një fëmijë nuk ka pasur të meta, as fizike, as psiqike. Por pastaj ne i krijojmë këto të meta. Prandaj unë në them me shumë bindje se Zoti nuk na dërgon smundjet, por ne i krijojmë smundje trupit tonë. Qoftë me ushqim të jo shëndetshëm, e mas shumti duke tepruar, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, thot, mos hani pa qenë të unët, dhe ngrituni nga tryeza, nga sofra, ende pa ngopur. E dyta, thot, ushqimin e mëngjesit, kaftjallin, hajeni më kvalitetin që munden. Drekën
ndajeni me miq, pra gjysën e asaj, mos ngop. Ndërkaq darkën, falja armikut, pra a ka ma të mira këshilla se sa profeti dhe Allahu. Prandaj mos e akuzoni Zotin që ai po i dërgoi ka sëmundjen. Jo, ne vetë smujmë veten, edhe ne për shkak jo dëgjueshmërisë së krijuesit, e sëmujmë edhe pasardhësit tonë. Një lloj sikurse një lavatriç që e ka krijuar një mjeshtër. Ai e din më mirë se si duhet të funksionojë. Prandaj, zbashku me lavatriçin e nderuar Azon, e zotërinje, e keni edhe një udhëzim. Shpresoj që të më keni kuptuar. Mos harroni follow dhe like.